ofruar vlerat më të mira brigadës qytetare gjatë gjithë aktivitetit pjesësor të saj. Ky takim për mua ka vlerat shumë të mëdha. Në radhë të parë takohemi e çmallim tjetër. Shkëmbejmë mendime për punën që kemi bërë, për vështirësitë që kemi hetur. Kujtojmë ngjarje të shumta që kanë kaluar gjatë kohës që kemi shërbyer në brigadën e ndeshme. Sot kujtojmë me krenari rrugën e lavdishme të brigadës së ndeshme. Rrugë plot vështirësi e sakrifisa të shumta, ku kuadrë dhe detar punuan me përkushtim për zbatimin e detyrave të mbrojtjes së aftësisë kombëtare. Këtu në diskutimin e diskutuar, ka flasur vetëm për komandantin e bazës. Ishte unë isha bashkë një shumë të tjera, ishim për studime dhe me që kishna në ndesës në brigadën e Pashaliman, ne na thanë që praktikën të tare të të bëjmë në ndesë vitin 60. Dhe erdhëm në Pashaliman. Komandanti i brigadës në këtë kohë ishte një marshal. Rusët ishin në Pashaliman. Ekipazhet e ndesëve ishin me dy të dubluara me fjalë, edhe rusët edhe shqiptarët. Pamë që Komandant Gjermani kishte një autoritet absolut, jo vetëm ndaj oficerëve dhe efektivit të brigadës në ndesë shqiptare, po edhe ndaj rusëve. Ai ishte inferior. Ai kishte mbaruar shkollën e detaristë të Bakut, shkollën e lartë, por kishte mbaruar edhe akademinë. Ata akademikët kishin edhe ata këshilltarët e tij në ata. Pra nuk ishte inferior. Në ndesë nuk e njihte, po njihte organizimin dhe drejtimin e brigadës. Ishte mjeshtër në organizimin e drejtimin e brigadës. Dhe kjo